I ftuar në një emision ka qenë finalisti I këtij edicioni të 5 të Big Brother VIP, Armir Shahini, ose ndryshe Miri I West Side Family. Ai ka zbuluar më shumë detaje në lidhje me eksperiencën, rrugtimin dhe dinamikat e lojës së tij në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. I pyetur se, nëse do të hynte Landi në Big Brother VIP, a do të bënte Miri të njëjtin tifozllok për të? Miri përgjigjet: unë të mundohesha ta bëja, por si e bën ai, unë se bëj dot kurrë. Është një njeri fantastik dhe e falenderoj publikisht, por unë nuk jam njeri që dal dhe flas në publik, sepse unë I dua njerëzit për veten time, ja them në sy dhe mbaron aty çdo gjë. Unë dua që Landin ta përshëndes shumë dhe ta falenderoj përjetësisht për atë që ka bërë për mua, sepse nuk ka qenë e lehtë dhe ka qenë një nga njerëzit që më ka suportuar më shumë. Sigurisht që ka pasur edhe njerëz të tjerë, por Landi ha buk veç. Mëtej ai theksoi se atë që vuaja unë në shtëpi, ai e vuante jashtë. Ai e ka pasur edhe më të vështirë, sepse është përballur me shumë situata jashtë, kurse unë kisha çfarë kisha, por ishte aty brenda. E mendoja gjithmonë që unë përballem këtu, ai përballet jashtë.